Shkurta hyn në dhomë e irrituar dhe që në hapat e parë tregon se nuk është as pak e qetë. E sheh Edin dhe Dolçen duke biseduar të ulur pranë njëri tjetrit dhe menjëherë atmosfera ndryshon. Pa humbur kohë, ajo fillon debatin me një ton të mprejtë që i bën të gjithë të ngrihen. Shkurta afrohet me duar të kryqëzuara dhe thot me zë të ngritur: "Shkurta, ju të dy, mjaft me këto skena. Mendoni se ne nuk e kuptojmë? Ju nuk jeni çift i vërtet, jeni bashkë vetëm për lojë, vetëm për t'u dukur. Këto nuk i ha njeri." Edi e ul kokën për një moment, pastaj ngre syt drejt saj duke u përpjekur të qëndrojë i qetë. "Edi, Shkurta, pse po na sulmon prapë? Ne s'po i bëjmë keq askujt. Ne thjesht jemi mirë bashkë." Por Shkurta tund kokën e irrituar dhe i ndërpret: "Shkurta, jo, jo. Mos ma shit këtë histori mua. Unë ju shoh çdo ditë. Jeni shumë të sforcuar." Dolçe vetëm buzëqesh gjithandej dhe ti Edi i rri nga mbrapa. S'ka asgjë të sinqert këtu. Është thjesht një lojë për ekranin. Dolçe, e cila deri në atë moment po përpiqej të ruante qetësinë, merr frym thellë dhe i përgjigjet: "Dolçe, nuk ke pse të na gjykosh. Nuk e di çfarë ndjejmë ne. Nëse s'të pëlqen, mos u merr me ne. Nuk jemi këtu për të bindur ty." Por Shkurta vazhdon sërish, edhe më e acaruar, duke u bërë të qartë se nuk i beson as pak. "Shkurta, ju mund të thoni çfarë të doni, por unë nuk bie për e këtyre skenave. As banorët, as publiku nuk janë budallënj. Shikoni veten, çdo gjë që bëni është për kamerat. Sikur të fikeshin dritat, ju s'do flisnit më as 2 minuta." Edi e shtrëngon dorën e Dolçes, dukshëm i acaruar, por mundohet të mos shpërthej. "Edi, s'ka lidhje çfarë mendon ti, ne të dy jemi mirë. Nëse ty të duket lojë, kjo është puna jote. Ne s'jemi këtu të japim ty raport." Dolçe e sheh Shkurtën drejt në sy dhe shton: "Dolçe, njerëzit që nuk janë të lumtur me veten, gjithmonë merren me lumturinë e të tjerëve." Shkurta qesh me ironi, shkun flokët dhe përgjigjet: "Shkurta, po, vazhdoni me këto frë.